mes maleve të sharrit, aty ku ajri i pastër dhe gjelbrimi i pafund krijojnë një pamje magjike. Ndodhet Brezovica, një destinacion që nuk njeh stin. Ky vend malor është një ndër perlat më të mëdha natyrore të Kosovës, i cili është i njohur prej dekadash si qendra më e madhe turistike malore, e cila filloi të zhvillohej qysh nga vitet e 70-ta, kur u ndërtuan edhe pistat e para të skijimit. Në këtë verë, turistët patën mundësi të përjetojnë jo vetëm freskinë e natyrës, por edhe një ofertë të larmishme aktivitetesh që e bëjnë këtë vend gjithnjë e më të kërkuar. Ron Islami, një djalë me shumë pasion për ta promovuar këtë vend piktoresk, na tregoi se si ky destinacion po kthehet në një pikë të pandashme të hartës turistike. Sezoni i verës ka rritje çdo vit vazhdimisht, edhe këtë vit ka qenë pak më mirë se vitin e kaluar. Turistat tashmë veç po e njohin si vend atraktiv Brezovicën dhe kemi turista të huaj që po shtohen çdo vit. Çfarë ofron Brezovica konkretisht në sezonin e verës, krahasuar me atë të dimrit, që e dim që përveç se qendrën e skimit e keni të pasur, të mirë dhe që vlen të vizitohet, por në verë? Po në verë, Brezovica njihet si park nacional, ori është shumë i postër, ofron atraksion për hiking, është hikingut, është kjo zona e gjatë e hikingut stoza që fillon prej Maqedonisë dhe mbaron në Valbu në Shqipëri. Kjo është shumë pjesë atraktive dhe po i tërheq turistat gjerman, francez. Gjithashtu ka shtigje që mundesh me bu vozitje me bicikleta, me motora, dhe presim që me pas edhe atraksione të armën, po pritën që kanë më rregullu disa ziplojna, disa terene sportive. Ndodh që të vinë edhe turist me grupe, për shembull, për të frekuentuar Brezovicën, vetëm se për ta provuar një atraksion siç është ciklizmi apo edhe këto tjera që i përmende? Po, ndodhin. Ndodhin ka grupe për hiking, zakonisht vinë prej Francës ose prej Gjermanisë. Mirë po ka edhe grupe nga shtetet arabe, lindja e mesme. Mundon me bu hiking, mundon me bu camping, me bu gjëra me bicikletë, me motor, gjithashtu ka lart liçene, ka ujvora, janë shumë bukura mu po dhe janë shumë atraktive për me shku me kalu një kohë, me familje ose me shoqëri. Përveç natyrës dhe aktiviteteve të shumta që ofron Brezovica, një pjesë e rëndësishme përvojës turistike janë edhe akomodimet. Brezovica Resort, e udhëhequr nga Ron Islami, është një prej iniciativave më të veçanta në këtë drejtim. Vila moderne dhe të rehatshme, të ndërtuara në harmoni me peizazhin malor, u japin vizitorëve ndjesinë e luksit dhe qetësisë në zemër të natyrës. Se përket akomodimit, ka villa të cilat shohin me qiro, ka villa me 2 dhoma xhumi, me 3 dhoma xhumi dhe me kotër. Gjithashtu edhe hotele, ka hotele 5 yje, 4 yje dhe 3 yje. Varsisht nga kërkesat, Varsisht nga kërkesa, më shumë turistat që vinë familjar, zakonisht i marrin një villë, një familje ose 2, nëse ka më shumë i marrin 2-3 villa, kanë qef me bu barbecue, me qëndru zboshku, me lujt në varë. Dhe ju këto gjitha i ofroni me një villa? Gjitha i ofrojna në villë, na fokusin Brezovica Resort, fokusin e ka ma shumë në villa, mirë po kemi edhe bashkëpunime me hotele se të janë këtu në Brezovicë. Po më thuaj, gjatë fundjavave shtohet numri i vizitorëve edhe nga Kosova, edhe nga vendet që janë afër Brezovicës, për shembull shoqëri ose familje, ose për të krijuar ndonjë festë këtu në fundjavë? Po zakonisht fundjava është pak më e ngarkume dhe kërkesat janë më shumë në fundjavë, po flas jashtë sezonit, se sezon të verës dhe dimrit kërkesa ka gjatë javës. Po duke marrë parasysh njerëzit janë në punë dhe vikendin e kanë të lirë, zakonisht e përzgjedhin me kalu një kohë në mal ose në det, po tashti atraksioni më i madh që përkërkojnë klientat është moli, edhe po dëshirojnë me qëndru më shumë në mal. Një të mire ka mali se mund të shfryzohet edhe gjatë verës edhe gjatë dimrit, apo jo? Pikërisht. Ndërsa në det i dim 3 muaj verë, kurse mali ofron edhe natyrë më të qetë edhe më të shëndetshme e kështu me radhë. Po më thuaj çmimet, dallojnë çmimet në stinë ose? Po, çmimet dallojnë, verës padyshim që janë pak çmimet më të lira, sepse shpenzimet janë më të vogla. Kurse dimrit shpenzimet janë pak më të larta, duke marrë parasysh që këtu janë klima shumë e ftoftë, edhe shkon shumë minus, duhet me ngru villat, edhe këtu kena fokus për shembull kanë qef me dhejt kaminin, o gjokën. Ajo e shton bukurim pastaj. E shton bukurim, plus tani
jo do të me pastru burën, se këtu burë bjen shumë. Brezovica ka qenë gjithmonë sinonim i turizmit dimror, por verës ky vend shndrohet në një oazë për ata që kërkojnë qetësi, ajër të pastër dhe përjetime në natyrë. Tradita e turizmit të këtij vendi është e gjatë dhe lidhur ngushtë me historinë e veçarrit. Si një djalë i ri me pasion të madh për ta promovuar këtë vend malor, që sa kohë u bë që ti e kyçur në këtë fushë për të thirrur në një mënyrë për ta promovuar dhe për të thirrur njerëzit edhe nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria dhe vendet e huaja. Çfarë të shtyn më shumë që ta pëlqesh kaq shumë malin dhe ta promovosh njëkohësisht? Unë me familje këtu kemi orë pe kur kam qenë fëmijë. Edhe prej atëherë më ka lindë dashnia për Brezovicën, duke skiju e duke orë me vu piknik. E tash që 4 vite kem fillu me Brezovica Resort, edhe kem fillu me një vill, edhe më ka pëlqyer si vend, ka tërheq ma shumë, edhe kum vazhdu, tash dikoni kem 30 prona dhe po vazhdojmë tutje me ofru shërbime dhe me rrit turizmin. Non-stop trosëm skjatur të huj, skjatur që kanë qenë kampiona, trosëm sportista, trosëm artista, për me promovu vendin me të shupërpora, dhe ko zhvillim, Brezovica ko zhvillim kove të fundit, o zhvillu shumë me villa, ko turista që pështojnë çdo vjet nga Shqipnia më shumë, lindja mesme nga Evropa, dhe çdo vit po promovuhet edhe më shumë. E kiti stafit tënd pastaj për ta promovuar dhe për të kryer të gjitha këto shërbimet që janë të nevojshme për çdo turist, besoj. Po, kemi stafin, jemi staf dikon 12 veta, të secili ka pozitën e vet, secili mirët me punët e veta, normal e promovujna në televizione, promovujna në rrjete sociale, e promovujna me turistat huj, me sportistat huj. Sa ka ndryshuar ndër vite? Nga kur ke qenë fëmijë dhe tani sepse përmende që je rritur këto dhe e din se sa ka qenë investuar, sa ka pas villa, hoteleri e kështu me radhë. Po sa i përket qendrës poshtë, qendrës ku janë villat edhe hotelet, po zhvillim shumë të madh. Numri villave shtu viteve të fundit jashtë mose. Kurse sa i përket ski center, investimet janë më të vogla, po presim nga qeveria që ka më bëu do investime pak më të mëdha kapitale. Po sa i përket ofrimit kushteve, besoj që në rajon për dallim prej vendeve tjera që ofrojnë turizëm malor, kushtet e villave i kena shumë më të mira. Ofrojmë shumë më shumë cilësi, shumë më shumë luks dhe shumë më shumë komoditet. Përveç natyrës dhe aktiviteteve, Brezovica ofron edhe një tjetër përvojë unike, shijen e gatimeve tradicionale. Nga pitet e sapo pjekura në saç, deri te mishrat e përgatitur në receta të vjetra, turistët gjejnë këtu një kënaqësi që i lidh drejt për drejt me kulturën vendase. Po, se përket kulinarijës, këtu me thonë që në restorane janë disa prej kuzhinierat që janë pak më të famshëm në Kosovë, që kanë vendosë me zhvillu biznesin e tyre këto. Ushimet shumica e restoraneve kanë tradicionale, që shkojnë pite, mesh, në furr, kenç, pogaçe, ajvar, djath, edhe ju pëlqej shumë. Sidomos turistave të huj, është një shije e re për ta, kërkesa e tyre është shumë e madhe. Unë e di që ka pos klienta kanë orë, ka thonë komorë edhe për vill, po komorë edhe pet me provu ushimin. Për ushimin. Se është na në Ballkan njëm që kena ushimin pak ma ndryshe për viseve tjera, për shembull Evropës ose Amerikës. Definitivisht, Kosova dallon, gjithmonë sidomos për ushqimin tradicional. Na e kena pak ma për qef e kena ushqimin. Rom, thuaj, po gjithsesi edhe në vil është e mundshme që të përgatitet ushqim, apo jo? Për gjithë ata që nuk preferojnë të dalin. Gjithat villat janë pajisura me kuzhina, kuzhina e ko komplet servisin për përgatitjet ushqimit, për servim të ushqimit. Gjithashtu e kanë jashtë barbecue-ën, disa kanë edhe furra, që njësi çdo shtëpi që i ka gjitha kushtet, besoj edhe villat i ka këtu. Na normal mundumi me ofru kushtet pak më të mira se në shtëpinë e tyre, sepse secili që vjen me kalu një pushim këtu do me qëndru me një vend ko pak më mirë se shtëpia vet. Padyshim. Edhe besoj që kushtet i kena tepër të mira. Të mjaftueshme për ta kaluar një fundjavë ose edhe pse jo një javë pushim? Morësh ma mërmena që gjithë vitin i ki kushtet për gjithë vitin. Po, Rom, nëse do e përshkruaje Brezovicën me 3 fjalë, cilat do t'ishin ata? Po, 3 fjalë kryesore besoj që Brezovica është porku i vetëm Kosovë, porku nacional i vetëm Kosovë. Tu menoj që është fjala kryesore, se ka mole, mirë po pak nacional është vetëm Brezovica.
bukuri, ajër të pastër edhe komoditet për shembull. Monet edhe kjo, po Porto Nacional besoj që e përmbledh I përfshin gjithçka. gjitha, definitivisht. Për të ardhmen, ka ndonjë risi që mund të na shpalosësh? Do ketë ndonjë investim kështu më të madh ose? Realisht po, tashti i ka ndorë një buxhet ka mu bërë një teleferik i ri aty te Molika, ai teleferiku i vjetër që është. Ka mu ndru edhe 2 teleferike kanë mu restauru, si dhe hoteli Molika, koti por edhe restoranti, ka mu renovu komplet, edhe parashijet me konë edhe 2 ose 3 ratroka 3, që kanë me ofru shëtitjena për mole gjatë dimrit. Gjithashtu pritet mu bu një festival pak ma internacional, me artista të maj që janë të punu rreth biznes planit. Edhe besoj që ka me pos halo investime tash edhe shteti po premton, na jemi duke prit. Po ndryshime kohë kanë fillu, janë mu do motje, do planifikime. Jeni të gatshëm pastaj për ta filluar sezonin e vjeshtës dhe të dimrit që e kemi edhe pak afër? Me që jemi në fund të shtatorit, tash jemi në përfundim të sezonës verore. Sezona vjeshtore është pak ma e dobët, punojmë gjatë vikendeve më shumë. Është Brezovica Resort, pas do sezone, tash ti qemi në atë mbyllë sezonën verore, përgatitëm për dimër, bujmë disa pastrime pak ma generale, për jogi, për dhoma, do më thonë pastrime pak ma detajume, se zakonisht pas do sezone ka nevoj pak ma shumë rifreskim për villa. Përgatitëm për maçineri që kemi hek burën, me rrit stofin, se dimrit duhet staf ma i madh. Përgatitëm për çdo send që dimrit veç me, sepse dimrit kërkesa është shumë ma e madhe. Pasit që fillon edhe besoj edhe pronotimet më herët bëhen, edhe pronotimet veç fillojnë prej toshtit, sidomos dotat e vitit 3 vetëm kanë fillu. Ka shumë që dojnë me orë me kalu notën e vitit 3 ndrimin e Motmutëv këtu në Brezovic. Kështu që tashti edhe ja kena morë dorën se 4 vite, edhe kanë fillu njerëz me njoft Brezovica Resortin, kështu që besoj që do ja dolin bon. Veç i sholla nuk kena të loshëm me na rrym, po besoj që si vjet edhe nëse ka të loshëm me rrym, jena përgatit me generatora, kështu që të gatshëm, jena të gatshëm edhe për atë punë. Një thirrje e mirë kjo. Ron, unë falenderoj shumë jashtëzakonisht që bëre pjesë e emisionit Ritmi i Ditës. Ishte shumë kënaqësi që të marrim këto informacione së bashku. Është hera e dytë që të kemi pjesë të programit tonë, kësaj radhe për sezonin veror dhe përgatitjet për sezonin dimror kuptohet. Urojmë që ata që nuk kanë qenë në Brezovic të vinë dhe ta vizitojnë, sepse vërtet përveç se ajrin e pastër mund ta ndjejnë edhe bukuritë natyrore, edhe luksin që ofrohet në këtë vend. Faleminderit shumë, kënaqësia ka qenë e imja, shumë keni ftu. Shpresoj që edhe ju jeni ndodh kënaqur edhe të kemi një sezon sa më të mirë. Me një pozitë gjeografike të veçantë dhe një bukuri që i reziston kohës, Brezovica vazhdon të mbetet një thesar natyror që i fton të gjithë, nga adhuruesit e sporteve të dimrit deri tek dashamirët e natyrës së verës.